tyre për të dhënë përgjigjen më dërmuese bandave dhe kriminalëve, guximit cilave, pushtetit cilave buron nga zyra Edi Rams, Taurant Balls, këti Hoxha i tjerë tani edhe prodhve të tjerë. Ata sot, me hijen e krimit, trembin, qytetë dhe qytetarë, po i garantoj që nesër, ku do që t'jenë, edhe në shpellat më të larta të këtij planeti, do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Por, kjo betejë do nisë ndaj me krimin qeveritar. Do nisë me ministrat, bashkëpunëtor të kriminalëve, mburoj e kriminalëve. Sepse janë këta ministra të cilët faktikisht u kanë vënë atyre në dispozicion pushtetin. Janë këta ministra që u vënë atyre në dispozicion gjykatësit, prokuror, drejtorët e policisë. Ndaj dhe beteja jonë do t'jetë me një motiv, zero tolerancë. Ku do që t'jenë, ta kenë të qartë, në Dubai apo në Uganda, në Aruba apo në Afrikë të Jugut, ata do të gjenden, do të arrestohen dhe do të vinë para drejtësisë shqiptare. Investimi i tyre në Shqipëri është shkatrimtar për ekonominë shqiptare. Është shkatrimtar. Të dashur miq, këto kulla që i shifni këtu, këto punësojnë, nuk them që nuk punësojnë. Por këto kulla shkatrojnë 10 mijëra vende pune. Këto shkatrojnë 10 mijëra vende pune sepse këto ndërtohen me narkoeuro. Dhe këtu narkoeuro zhvlerësohet si në asnjë vend tjetër të Europës. Zhvlerësohet me 35%. Nuk ka një ndërmarrje eksporti që të mund të ketë fitimin më shumë se 25%. Faktikisht, vetëm me goditjen që marrin narkoeurot, ata u vënë cilësat dhe janë mira punëtorë. Dhe kreu i narkoshtetit, padrino kreu i organizacës kriminale Edi Rama, u thot atyre se po ju jeni industri e botës së tretë. Në një kohë kur ata janë prodhim dhe janë krenari kombëtare. Në një kohë kur në këto sipërmarrje ushqehen 10 mijëra familje shqiptare. Ndërsa kullat janë mollat e ndaluara për 99% të shqiptarëve mos më shumë. Me çmimet e tyre stratosferike, ato mund të blihen vetëm nga trafikantët. Dhe ata i blenë, se ata lajnë i kanë shtruar këto në mëmuthën e larjes parave të tyre të krimit. Shqipëria është sot vendi në të cilin narkoshteti ka patur efektet më shkatrimtare se çdo pushtim dhe çdo diktaturë. 1.099.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria, pse? Për shkak të varfërisë dhe të papunësisë. Asnjë pushtim, asnjë luftë, asnjë faktor nuk ka arrit të largoj kaq shumë në 10 vite në një kombë sa ka arritur narkoshteti me efektet e tij.
ka një binom që rënon çdo ditë jetën ekonomike të shqiptarëve, por edhe shpresën, edhe besimin e tyre. Dhe ky binom përbëhet nga korrupsioni dhe krimi dhe korrupsioni. Ndaj dhe ne do nërmarrim me vendosmërinë më të madhe, luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit. Këto dy faktorë bëjnë jetën e shqiptarëve të pasigurt dhe mbjellin pasiguri tek çdo qytetar. Këto dy faktorë varfrojnë progresivisht shqiptarët. Këto dy faktorë detyrojnë shqiptarët të largohen nga Shqipëria dhe ata që mbeten në pasiguri të plotë. Këto faktorë janë të lidhur organikisht njëri me tjetrin. Nuk ndodh kur. Kjo që ndodh me parat publike në Shqipëri. Nuk ndodh. Nuk ndodh që një ministër të shpenzoj për larjen e makinës saj 10.000 euro në muaj. Ajo nuk ka.